Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se na erdhët këtë ditë të premte në vilën tonë, si çdo mëngjes unë me Katin jemi këtu. Mirëmëngjes Kat. Mirëmëngjes të dashur. Lule bukur. Me lule. Po edhe po vjen pravera pak nga pak, po sigurisht. Jemi në muajin e fundit të dimrit. Lulja mes lulës. Ashtu. Hajde, çfarë do bëjmë sot? Sot prit njerë të përshëndesim Andrisat, do t'ju përshëndesim, t'ju urojmë një ditë bukur dhe t'i ftojmë këtu te këndi ynë i gatimit për të parë ato reseta që do përsillim për juve sot. Shiko, kemi koklakër, por jo të freskët, koklakër tushi, të cilën do t'a bëjmë si thuash dolma, por me salcë të kuqe, dhe do ju tregojmë mënyrën se si do të bëhet. Do na duhet lakër tushi që mund ta keni përgatitur vetë ose mund ta gjeni edhe të gatshme. Kjo është si thuash ajo juaja. Ka mish të grirë, faktikisht unë në copë za të vogla kam edhe një pjesë mishi, edhe një pjesë e kam në 300 gram në total, jo kaq shumë. Po, e kuptoj. Që të jetë orizë, mishë, këtu kam përgatitur një salcë domate me domate pure dhe me që ta kem gati dhe një lugë salcë të domates, i kam zjerë këto dhe kam krijuar një salcë këtu me pak ujë, krip edhe piper, kam hedhur brenda. Ndërkohë, qepën, pak piper, sepse do të dhe orizi nëse e tham nuk e din, dhe vaj. Këto janë përbërësit. Asnjë gjë tjetër, thjesht duhet të mblidhen kështu role dhe ndërmjet të këtyre roleve, domethënë dolmave, do të vendosim copëzat e mishit. Bëhet pak si më ndryshe, nuk është ajo mënyra se si. Tani, përveç se këtyre do të kemi edhe nga këto si thuash bukë të vogla, të cilat i kam të mbushura me marmalatë, po që janë mafishe, janë shumë të buta, sepse të buta nuk është se do t'i bëj unë, i bën edhe mielli, por përveç se mielli i bën gjalpi, i bën qumshi, majaja, sheqeri. Edhe 2 vezë. Edhe 2 kokra vezë, po. S'kemi vezët këtu, po që një vezë, më falë për masën që unë kam, një vezë, por nëse do shtoni ato masat, vezët si gjithmonë do t'i sillim tani. Na munguan sot. I kemë. Maron. I merr Anila. Ne Ovital kemi gjithmonë në frigorifer dhe kjo është e rëndësishme. Sa Anila të marr vezët, unë do ta shkrik këtë gjalpi se më duhet edhe për të lyer këto bukët që unë kam para përgatitur, por ndërkohë që do të më duhet edhe gjalpi ta kem pak të Ovital, cilësi në 4 stinja ku e kemi. Cilësia jon Ovital, në fermën Ovital çdo hap është i optimizuar për zogjt më të lumtur dhe vezët më të freskëta. Kompania Ovital fokusohet në prodhimin e vezëve në përputhje me standardet dhe kushtet e Bashkimit Evropian. Flota Ovital garanton çdo ditë vezë të freskëta në të gjithë Shqipërinë. Ovital është standardi i cilësisë edhe në tregjet evropiane, Greqi, Itali, Kroaci, e sigurisht që në Shqipëri është pjesë e familjeve tona, e çdo shtëpie për të marrë gjithçka që na duhet nga vezët, nga ky produkt tepër i rëndësishëm për organizmin tonë e për shëndetin tonë. Do të na duhet për këtë recetë sigurisht ku në bazë do të jetë mielli, sepse kemi një recetë brumi në ditën e sotme dhe sigurisht që është mielli Ola nga kompania Atlas që e kemi çdo ditë përsëri pjesë të vilës son me miellin për çdo përdorim. Ne shpëtojmë në çdo recetë, që është e vërteta, sepse mund të përdoret në gjithçka, po pa diskutim që Atlas ka menduar t'ju vi në variante të ndryshme të miellit për t'ja u bërë më të lehtë punën në kuzhinë dhe për t'ju dhënë zgjidhje recetave nëse doni t'i keni më bio, të ëmbla në kek, ëmbëlsira me aroma të ndryshme, integrale gjithashtu, mielli i mistrit, i bardhi apo i verdhi, gjithçka ju e gjeni. Mjafton që të ketë këtë emrin që po shohim së bashku në ekran, Ola. Dhe jo vetëm mielli, por pastat Ola janë gjithashtu shumë të mira. Ne shpesh e themi me Katin këtu që produktet që kemi në studio nuk janë për hir të reklamës, sepse ne i përdorim çdo ditë, i konsumojmë çdo ditë. Këto pjatat që ne gatuajmë i provojmë pas kuzhinës dhe vërtet që bëjnë një diferencë të madhe. Pastat Ola, të cilat i gjeni në formën tuaj të preferuar, në një super ambalazh cilësor, të prodhuara në Itali, super të freskëta vinë në tryezat tona, do ta dalloni më njëherë sapo i hidhen ato tenxherën tuaj me ujë të nxehtë për të vluar, që është një produkt që bën diferenca në tregun shqiptar. E meqense ne jemi në prag fundjavë, do bënim ndonjë piknik. Sanduiçet e shpejta të mëngjesit, receta gatimi pse jo përzihen shumë mirë me produktet tona, që nga panceta për shembull që i shkëlqen ato makaronat, por edhe shumë receta të tjera. Po ai sallami turist në mënyrë artizanale, e prosciutorat e ndryshme, kremviçet të mbushura me djathë, janë të gjitha
9 produktet e mishit në emrin e tonës, mbi 80 produkte për konsumatorin shqiptar, me një eksperiencë shumë të gjatë në treg, ka krijuar jo vetëm besueshmërinë, por na ka shtuar shihen në gjithçka që ne konsumojmë dhe ç'është e vërteta ne i duam në produktet e mishit, jemi konsumator të tyre, çdo familje i ka pjesë të saj, nëse zgjidhni më të mirën, shtoni shihen dhe ato që e kemi me merak ta themi gjithmonë, sigurinë ushqimore. Kati po punon ndërkohë që unë Atëre, po Anila, kemi vendosur punën përpara, jo, është diçka një veprim që anvisat e dinë shumë kollaj, kemi hedhur vaj, kemi hedhur qepën, mishin e grirë, kripë, do t'i shtoj tani edhe piperin, dhe do t'i bëjmë një kavërdisje të mirë, dhe këtu më mbrapa do shtojmë edhe piper të kuq. Okej. Dhe pak, si thua, fare pak lëngje, se s'ka nevojë, ndërkohë që do shtohet edhe orizi. Po ta lë pak që më kavërdiset pak qepa me mishin, të aromatizohen, dhe me njëherë do të shtojmë edhe orizin. Orizin e kemi kështu të lartë. Një dorë, një po, grusht. nuk ka nevojë, domethënë, sepse thash do ta bëjmë në mënyrën tjetër. Do të tregojmë domethënë edhe me këto lakra turshi dhe me këto sopzat e mishit që kam të prera në kubik të vegjël, bëhet krejt ndryshe me këtë salcën e para përgatitur, por para se të vendosim dhe të fillojmë këtu sa të më bëhet pak mishi me qepën, unë kaloj këtu tek kjo receta e radhës. Siç e shikoni kam lënë, sepse kjo do 3 faza, është faza e parë që fillojmë dhe e lëm brumin që të na vi. Pastaj më mbrapa e ndajmë në proporcione kështu të vogla, pastaj e hapim do 3, domethënë. Dhe unë dua t'rregoj të 3. E hapim dhe e lëm përsëri të vi. E lëm po, që të vi. Pastaj i hapim, i mbushim me marmalat brenda, edhe tani kemi gati, domethënë ato kanë ardhur, ndoshta mund të duan. Ti këto i ke mbushur? Po, e kam janë gati për fur? Po, janë gati për fur, do i tregojmë pastaj në fund se ç'kan brenda. Do t'ia tregojmë anvisave që të shikojnë. Ndërkohë këtu tek kam gjalp, edhe i hedh edhe pak sheqer. Po? Edhe do lyejmë këto bukët. Ju lyejmë nga sipër kështu. Po, bëjnë shumë të mira, shumë të shishme, të buta, si ma fishe the mund, sepse është ajo që thash në fillim fare, janë qumshi, mirë them, janë vezët, mielli pa tjetër, gjalpi pa tjetër, po me maja, edhe na bëjnë shumë të mira. Tani i lyejmë edhe me gjalp edhe me sheqer, u jep shkëlqim gjalpi edhe sheqeri, por sigurisht edhe një tjetër shije. Sa kohë do t'i duhet të piqet? Po, mëse. Shiko, s'kemi sheqerin, se më duhet, tani kur tha sheqer, më duhet sheqer më tepër se sa ajo. Për brumin? Po, do me thënë kam sheqerin, po, për brumin, po. Okej. Brumi është ëmbël, janë pak të ëmbla. Okej, vim pak të ëmbla. Jo fare, por janë të ëmbla. Tani këto i kemi gati për t'i vendosur në furrë. Nuk duan shumë kohë pjekje, duan temperaturën 180 gradë, dhe do t'i lëmë për 25 minuta. Okej, shumë mirë. Pra do t'i kemi gati brenda kohës së kuzhinës sonë, ndërkohë, i shohim pak recetat. Çfarë po sjellim ne këtë ditë të premte? Recetat do t'i kemi një nga një në ekran, do të lexojmë përbërësit, mënyra për t'i mbajtur shënim, për t'i fiksuar në një foto me telefonin tuaj. Shpjeguam që do të përgatisim dhe nisëm nga puna gjithashtu për përgatitjen e dolma me lakër, turshi dhe copëza mishi. Na duhen 700 gram fletëza lakër turshi, 300 gram mish i prerë në copëza të vogla, 2 qep mesatare, 1 filxhan çaj oriz, 1 lugë çaj piperi kuq, 1 gotë verë, krip dhe piper sipas shijes dhe dëshirës suaj. Për salcën na duhet 1 domate e grirë ose pure domatesh, 1 lugë supe salcë domateje dhe 1 lugë çaj piper i kuq speci. Mafishe të mbushura me marmalat, janë pikërisht ato bukëza të vogla, të cilat ne i vendosëm tani në furrë. Na duhen 550 deri në 600 gram miell, 1 filxhan çaj qumësht, gjysmë filxhani çaj me sheqer, na duhet 100 gram gjalp, 1 vezë, 1 lugë çaj maja e thatë, 1 lugë kafe krip dhe gjysmë filxhani çaj me marmelat, kjo sipas dëshirës suaj, nëse doni t'i mbushni pak më shumë. Shijen e zgjidhni vetë. Katin, e çfarë shije kemi këtu tek marmalata? Unë kam marmalat pjeshke. Pjeshke, pjeshke. Çfarë do që të ngelin? Portokalli, çfarë të duan. Mund t'i bëjnë edhe të vendosin ndonjë, edhe pse e kanë të ëmbël,
I shkon diçka në një pancet, në një gjë nga kështu. Ashtu, a? I jep një tjetër shije brenda bukës. Me kuptaj. Më pëlqen, do me thënë, të tishte, kjo panceta e timos, kjo do të më pëlqen të shumë që ta vendosje brenda. Do i shkon të shumë. Se nuk ka sheqer shumë, ka, do me thënë, një ëmbëlsi të pranueshme. Që mund të bushet edhe me të kripura. Me të kripura, këtë do të thoshja. Tani, këtu, është ka vërdisur kjo plotësisht, është mirë, do t'i hedhe edhe piperin para se të shtoj orizin. E ka vërdis pak pjesën e piperit. Të shtoj me njerë orizin që kemi të lartë. Edhim dhe orizin. Që që shikoni nuk përdor majdanoze kështu gjërash. E bëj në mënyrën tjetër. Me salcë të kuqe. Gjë që nuk mendova që të shtoj majdanoz. Me gjethe dafinja, ndonjë kokër piperi në këtë gjëra. Që edhe lëngu sepse është e përpunuar gjetja e lakrës, po, tushis, që nuk ka nevojë, do me thënë. Kam ujë të ngrohtë këtu, tjetë pak fare, se ajo do zjetë brenda dhe nuk ka nevojë që të shtojmë, do me thënë, për ta zjerë. Thjesht të bëhet një mbledhje. Sa të më bëhet kjo gati, bëj ato gjërat unë tani që të më duhet, të hapë lakrat dhe fillojmë edhe i mbushim. Ka që ishte pregatitja, nuk donte shumë gjëra. E thjesht marim një dhe tenxhere. shumë shishma. Në duhet një tenxhere. Të shpaj pak duart unë tani. Pra, vazhdimi i japrakve, ndolma japrak është e njëra gjë besoj kat, do të jetë njësoj, do të shtrohet besoj janë 2 fletëza në fund të tenxheres. Pa tjetër. Do t'i mbushim. Do vëmë në për mbushje të tyra të sobzat e mishit. Okej. Edhe në fund fare do t'i vendosim një letër, një pjatë, se thash letër. Mora letër. Po salca kur i shtohet, apo në fund? Në fund do t'i hedhim edhe salcën. Okej, mirë që nga mënyrë krejt tjetër në fakt. Atere, shiko tani, këto gjethet që janë të prishura dhe kur marim tushin nuk ose janë të gjitha të mëdhaja. I heqim këto të voglat dhe vendosim. Eja. Bëm shtresën bazën, do me thonë, shtresën e fundit. Në këtë mënyrë. Tani edhe kjo salca është bërgati, nuk ka nevojë të qëndroj më tepër. Ja, sa të përthiten lëngjet, mos jetë të lëngshme. Marim tani këto gjethet, edhe i bëjmë si mbushim nga hera, nëse janë të vogla për shumë, sepse turshi janë këto. I bashkojmë dyshe, kjo për shumë dhe lëmë, i bëjmë në masat të ndryshme. U përsa s'ka nevoj për më tepër. Ja. Nga një luk është e mjaftueshme. I bëjmë në radhë, kjo është e vogël, do gjemë dhe një tjetër që ta bashkojmë edhe fillojmë edhe i mbushim. Nga që janë të marinuara, me thënë dhe turshi, s'ka nevoj për shumë gjëra, uthulla dhe këto gjëra, sepse i kanë vetë këto gjërat brenda. Kështu që neve do të bëjmë, do me thënë, jo shumë, mas të vogël, juve do të bëni, ajsa jo kemi vënë edhe si gramatur, por varet edhe nga pjesëtarët e shtëpisë. Ja, këto punët e inta. Janë qikë... Në lëngë shumë në pritje. Janë qikë bela, por tani kanë zgjedhur këto zonjat edhe një tjetër mënyrë që jam dakord me atë mënyrë, që i bëjnë shtresa, edhe s'kam se të rinde të... Këto bëjnë kur janë, do me thënë, kur i ketë i servirësh në një tryez, kanë më lezet, me thënë të drejtën, se duken edhe bukur kështu. Kanë realisht pak punë, por ama në fund që jo i mirë, gjyshe nëna tona kështu i bëni, nuk i bëni flet, edhe shtresa e kemi nxjerrë ne. Pa, për të shkurtuar punë. Për të shkurtuar punë, sepse që është e vërteta janë edhe... Po bëjmë, interesante, është si recet, lakër turshi gjejmë,
nëse nuk i përgatisim vetë, ka në treg gjithmonë, jemi në sezon. Zonjat edhe përgatisin vetë që është e vërtetë. Po, e vërtet, po jo, them edhe nëse për shumë po shikoni recetën tani edhe nuk keni në shtëpi, janë produkte edhe ekonomike janë të thjeshta për t'i përgatitur. Do bëjmë dhe një? Edhe dy. Edhe dy, a? Okej. Ti vëm një ndihmuese. Okej. Që të paloset. E fundit, që do të mbledhim tani. Thamë avisave që ato do bëjnë në sasin më të madhe. Neve bëm në sasin më të vogël, thjesht për të treguar mënyrën se si do të bëhen. Se mos na shusë është temperatura, Anila? Mendoj se duhet ta ulim pakës. Ule më tepër, Anila. Atere, këtu të këto, nëse nga furra. Dëgjo, nëse anvisat do t'i bëjnë në 2 shtresa, 2-3 shtresa, dhe në çdo shtres do shtojnë edhe copza mishi. Neve një shtres kemi bërë tani dhe e hodhëm të gjithë mishin. Por juve në shtëpi, copza të vogla mishit dhe do t'i hidhni në shtresa. Do me thënë, bëni shtresën e parë me dolmat, që i keni të mbushura. Hidheni pjesën e shtresës e parë të mishit. Hidhni, spërkasni dhe pak nga kjo salca pregatit. Shiko salcën sa e mirë që është bërë? Sepse i dham një zjerje, ti ke era e salcës. Është shumë e rëndësishme që të bëhet kjo zjerja, me domaten pure, me salcën dhe me piperin e kuq. Tani, neve do t'a hedhim kështu të gjitha. Juve do t'a hedhni në shtresa. Okej. Do t'i hedhim edhe pak vaj. Do t'i hedhim edhe pak ujë të ngrohtë, do t'a vë pak të më ngrohet. Do marim një pjatë dhe do t'a vendosim sipër. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëm në temperaturë të ullët në mesatare, si them unë gjithmonë. Nëse e lëni në temperaturë të ullët dhe mesatare, bëjnë shumë të mira, shumë të shishme, ngelen me lëngjet e veta dhe duan rreth 1 orë. Gjella e mirë vonon. Por ama bëhet që të lëpini thonjë, do me thënë dhe të bëjnë shumë të shishme. Edhe me këtë salcën dhe këto marrë edhe një pjatë unë, edhe i hedhim edhe ujë me duam të ngrohtë. Ujë unë ngrohtë me një herë. Edhe shikojnë, do me thënë, mos ja hiqni salcën sipër. Hidheni anash. Hidheni gjithmonë, ju them kur bëni këto, hidheni në anë. Në mas, jo më tepër. Se duaj që të ngelen me lëngjet e veta. Tani e vendosim që të na bëhet gati, ulim temperaturën, të tjetrën e fikim fare. E fikim, se nuk na duhen të dyja. Edhe vendosim dhe pjatën kapakun dhe do t'i kemi gati pastaj për 1 orë, neve sigurisht që duhet të tregojmë pak më përpara. Do të tregojmë më pak se 1 orë, sigurisht 2-3 prej tyre dhe do t'i rikthejmë përsëri në tenxhere për të përfunduar atë zjerjen e tyre. Duke ju kujtuar se recetat që ne nuk i përfundojmë, na ndodh për shkak të kohës televizive etj, ju mund të i rigjeni duke klikuar në Vila 24, faqja jo në YouTube është kjo. Kjo është kanali zyrtar, gjeni gjithë shka që ndodh nga e hëna në të premte në Vila 24, sigurisht që News 24 është kanali zyrtar i televizionit, ku në playlistën e emisioneve, programacione dhe edicioneve informative gjenit gjithashtu edhe hapësirën dedikuar Vila 24 e sigurisht që suportuesi ynë i përditshëm mbetet Balkan Web, ku ndër të tjera do të gjeni gjithashtu recetat e ditës, do të gjeni videot ilustruese të shpjeguara nga Kati çdo ditë dhe fotot që na tregojnë se si përfundon një recetë. Edhe në rast se ne nuk i mbarojmë dot në studio, i shohim të përfunduara nëpërmjet një fotoje. Edhe pse në pjesën më të madhe të rasteve ne i tregojmë gjysmë të zjera, por e rëndësishme është që përpiqemi t'i nxjerrim në kohën e duhur. Kemi 5 minuta kohë nga ky moment. 5 minuta, Anila. Bëj një shplarje të mirë të duarve. Në rregull. Kemi vendosur këto që të na bëhen tani më gati. Ndërkohë do t'rregojmë mënyrën se si do të ndajmë këto në kuleç dhe shumë mirë. Do fillojmë më mbrapa të tregojmë brumin. Recetat e brumin që zakonisht duan kohë,
sepse duhet të vi brumi, duhet të qëndroj prap, duhet të punojt edhe njëre, tjere. Disa prej tyre, se ka edhe bukë të shpejta që ka ti i bën pa ardhur fare dhe dalin të shkëlqyera, po varet nga receta. Kjo e sotmja do pak kohë të vi brumi. Ne e nisëm pikërisht me atë tavën ku i kishim darë në pjesë të vogla se cilën prej atyre bukëzave, apo mash fisheve si që ka ti i quan, sepse do të vinë të shkrifta e të buta si një mafishe, dhe bëm vetëm lyerjen e tyre nga sipër me gjalpe dhe sheqer, lehtë me ndihmën e një furçeje. I kemi në furr, por tani është momenti që të tregojmë se atë brumin që kemi bërë sipas masave të ingredientëve që pam në recet, si e ndajmë dhe si do ta mbushim me marmalatën tuaj të preferuar. Dhe pastaj ai vendosja në furrë që ne e treguam. Të më thënë ca hapa që ndonjëherë ne nisim nga fundi në fillim për të marrë kohën e nevojshme. Atëherë të dashur anvisa, pasi e zëm brumin, e lëm që të vi, të pushoj të vi. Kjo varet nga temperatura e ambientit, mund të vi për 20 minuta, mund të vi për 1 orë, ndoshta edhe më tepër. Thash që kjo është gjithmonë në varësi të ambientit që keni në shtëpi, do të thënë temperaturës së ambientit. E marrim tani këtë, shko brumi, kur ka krijuar këto flucka, mund të ma hapësh tani se më duhet pak miell, dhe faktikisht më duhet pak miell para se ta shoh. Thjesht ti pudros duart, jo ti shtoj miell. Po thonim që kur brumi krijon ato fluska gjatë kohës që e kemi lënë të qëndroj, tregon që është fiks aty ku duhet, i ardhur dhe gati për të vazhduar me përgatitjen e recetës, dhe sigurisht tregon dhe për cilësinë e miellit. Këtë ngjitsen mos ja hiqni asnjëherë, është pikërisht për ta rikthyer të mbyllur dhe për ta vendosur në raftet e gatimit në rast se do të nuk e përdorni të gjithë mielin. Thjesht do marrim pak të pudrosin. Megjithatë, unë e ndihmova me duart me gjalp. E palosim në këtë mënyrë. Me thënë sa më shumë ta palosim, aq më shumë palosje bën. E kemi kështu. E ndajmë njërë në mes, e ndajmë sërish në mes, prap, varet sa të mëdhaja i duam që t'i bëjmë. Por kjo që i ndajmë në mes, në ndihmon, do me thënë, që t'i bëjmë paka shumë të barabarta. Tani, si që janë, se kjo është palosja e parë, pastaj bëhet palosja që do ju atregoj unë prap, pasi do të përgatisim brumi. Edhe i bëjmë kështu. Edhe vendosim. Bëjmë atë palosin nga brënda. To palosit nga brënda bëjnë, do me thënë, shtresat e bukës. Okej. Ja, në këtë mënyrë. Ka të mendoj që do të bëjmë edhe... Ja, top tha kështu, duhet t'i lëmoni mirë. Okej. Ne vazhdojmë edhe i punojmë dhe bëjmë atë shkëputjen tonë të radhës tani. Pastaj do i tregojmë, pasi do t'i lëni për një 30 minutë, apo i tregojmë më mbrapa. Shkëputemi? S'kemi koma. Shkëputemi. Okej. Ju mirë presim. Mirë, shkojmë në publicitet. Mos ikni, këtu jemi ne. Përfituam pak nga koha e shkëputjes që ne, Katerina, se unë mua betë bëra, po, të bënte ato bukët e vogla, pra në atë mënyrën që ju tregoj 2-3 prej tyre, mënyrën se si paloste. Ja, kështu, i bëjmë bukët, i lëm, do me thënë, që të vinë sërish, duhet që të vinë, tani i lëm për një 10 minuta, 35 minuta, në ambient të ngrohtë. Dhe pastaj, pasi i kemi lëm për një 10 minuta, i marim dhe i ripunojmë prap, dhe i mbushim me marmalat. Për sëri, do me thënë, një 10 minutës tjetër, i lyje me atë gjalpin dhe me sheqerin si i bëm neve në fillim fare, dhe vendosim në furrë dhe i lëm të pishem për një 25 minuta, dhe do t'i kemi gati. Ndoshta, Anila? Unë mendoj që ne, po. Ti tregojmë të parat? Po, mund t'i heqim. Hajde nxjerrim nga furra. Mund t'i heqim edhe. Mund të marrë këtë pecetën të ndë? Po, i ke aty, Anila. Dorezën. Dorezën, po. Ja, të dyja, se ndonjëherë. Nëse është ave vogël, kap edhe me një dorë. Asa të mira. Jam bërë, apo... Tani mua më duke se jam bërë. I themi kotë neve, ndoj njerë i mburim dhe vetë neve. Jo, më përshë, kanë aromë shumë të mirë, tani nuk e di, kur t'i provoj do ju them të vërtetë. Nuk diskutohet. Si të shkëputura më duken, mua shiko janë të mira për të marrë me vete edhe fëmijët në shkollë. Shikoj njerë, tani shqifi vetë, nëse do ne i kthejmë prapë, po mua më duken... Ja, më mirë janë. Dhe shisa të buta që janë shi. Lërë se u dojgje nga duart.
Si thua, t'i lëm pak, së na kullojnë akoma. T'i lëm edhe pak. Hajtë, Vesh të ullë temperaturën edhe t'i nxjerrim në fund fare, se e shof që kanë nevoj për pak. Për të kulluar, jo për të pjekur. Tani, Anila, unë mendoj të bëjmë brumin, sa të na qëndrojnë edhe pak, edhe pas taj të... Ku do rish, aty të tasi, po theme. Tu vesh se të lutem ma jep një lukë, sepse fillimisht duat të filloj me lukë edhe me këto. Dhe të nxeret kemi vendosur... Qumshin e duam që të jetë i ngrot, jo i përvëluar, i ngrot. Edhe si filloj, do të hedhë, unë nuk i bëj do me thënë lëngjet e njërën tjetër, një hedhë kështu. Edhe që është e vërteta edhe me hamëndje. Por juve do shikoni gramaturat faktikisht, si që kam dhënë atje. Hedhë një pjesë të mielit, do të hedhim edhe sheqerin me qënë se në ashtu, do të hedhim edhe majan, i të razojmë sheqeri me majan dhe aqë më shumë tani në këtë mas sheqeri që majaja fluturon, gëzon, bënë si thua është parti, themines, se është ushqimi më i mirë i majas. Kuptojeni këtë gjë. Edhe do të shtojmë edhe gjalpin e shkrirë, që të në ndimoj do me thonë të ketë ashtu, të razojmë të gjitha, edhe shtojmë qumshin në mënyrë graduale, duke e përzirë, edhe tek qumshti unë faktikisht duhet të hidhja pak kripa, Anila, të më shkri kripa tani. Ta hedhë më mirë aty se... Ska gjë, të razojmë tu. Hajë tani. Ska gjë, se ajo brënda të shkri. Ky është brumi i recetës që po shohim në ekran. E punojun me pjesën e lugës, fillimisht duke përpunuar këtë miell, dhe duke shtuar miell sa të na vijë ajo konsistenca, do me thënë e brumit, si brumi i bukës, si brumi, si të tuash, i byrekut, diçka e tillë. Besoj, do ta shikojmë. Po fillimisht e punoj me lugë. Është më mirë që mos të vendosim dorën brenda, s'ka nevojë. Dhe do të kuptohet ai në momentin që nuk përthith më mielli, lëngje, themi që s'ka nevojë që të shtojmë më miell, por duhet ta punojmë pak me dorë. Okej, për ta ngjeshur. Për ta ngjeshur, po. Dhe thash që bëhet i butë dhe s'është brum buke, sepse nga përbërësit që neve kemi hedhur brenda nga gjalpi dhe veza. Që se kemi hedhur? Që do ta hedhim. Që do ta hedhim. Që do ta hedhim. Dhe do ta hedhim tut e gjalpi, që të marri dhe pak atë pjesën e fundit të gjalpi. Nëse do na duhet pastaj, do shtojmë edhe pak miell. Po, patjetër. Patjetër që do shtojmë miell. Ja hedhim këtu. Tani, marim një... Ta ndihmojmë tani që të mos ta hedhim kështu. Në rregull. Prandaj bëjnë të mira ato se gjithë këto përbërës që hedhim neve brenda, sigurisht që nuk janë bukë, por janë ma fishe. Edhe bëjnë edhe të shishme, por edhe të buta. U lidha? Po. U lidh edhe në është bërë një brum i butë. Tani në këtë moment, nuk ka nevojë do me thënë që të punohet edhe akoma. E lëm që të na vi. Duke e spërkat me pak miell sipër. Okej. Do heq këtë pjesë. Pra kjo është faza e parë. Faza e parë. E lënjes së ardhjes së brumit. Që do të vi për thash një orë. Po, pastaj kalojmë te kjo faza temperatura e ambientit. Nga këtu tek mbushja dhe nga mbushja në furr. Kjo është duhet të mbuluar me membranë kuzhine. Kemi një membranë, do ta bëjmë të lajduar dhe ta vesh të marr këtu Anila ti. Okej, e gjej dotun? Është aty. Okej.
Atëhere, e bëm brumin, përbërësit e pat, recetat i pat, do të lëmë që të vi. Mbasi të ketë ardhur, do të bëjmë ndarjen kështu, si që kemi në tavë, do të tregojmë prapë, duke i lënë përsëri në tavë të vinë, e më pas do t'i mbushim me marmalat si pas dëshirës tuaj, në shijen tuaj të preferuar. Pa vendosim edhe këtu diku këtu Anila në cep. Okej. Vendosim. Mirë, vazhdojmë. Po, tani vazhdojmë. Me Kja nuk në duhet më. të tregojmë fazën tjetër të dytë që bëhet mbushja me marmalat. Po. Është shumë e thjeshtë, në të njëjtën tavë, të cilën e marrim. Tani neve nuk është se i lam aq sa duhet këto, do të fillojnë, do me thënë, do të rrisin volumin, akoma më tepër se kaq se sa i kemi. Kështu që neve për efekt kohë nuk do t'i lëm akoma, do të tregojmë edhe atë fazën e tretë dhe pastaj do t'i lëm edhe një 10 minutë tjetër, do të bëhet ajo lyre që neve bëm në fund fare me gjallë dhe i kemi për të vendosur në Shumë mirë. furrë. Aq kohë do të kemi edhe ne, ajsa për t'i ndarë edhe për t'i parë edhe të Kam ndonjë mbushura. luk të vogël aty Anila? Edhe kemi. Po, është mjaftueshëm. Ja, tani e hapni kështu me dorë, në këtë mënyrë. Edhe shiko, brumi faktikisht, në momentin që tregon këto si fluska sipër, tregon se brumi është i mirë, është i ardhur mirë. Nëse na tregon, shikoj që bën këto si fluska Anila, ajo është që... Dhe tani mos mendoni se do vendosin ndonjë sasi të madhe, një lug është mjaftueshëm. I kapim andej edhe këtej, fillimisht, janë në këtë mënyrë, kështu, i palosim edhe njerë, kështu i bëm si boqe, në këtë mënyrë. Pastaj, i kthejmë nga ana tjetër dhe i bëm një punim kështu me dorë. Dhe kemi gati. Në të njëjtën tepsi, duke marë njërën, duke vendosur. Shumë kollaj, shumë e thjeshtë. Janë të thjeshta, prandaj them, janë gjëra të thjeshta. Ne nuk bëjmë gjëra pasdiqerie, ne bëjmë gjëra që mund t'i bëjnë ambisat në shtëpi, në kushtet e shtëpisë. Edhe mendoj se i sjell në mënyrë më të thjeshtë, që të kenë mundësi t'i bëjnë, domethënë, të gjitha, edhe për punën e brumit. Nuk i bëjmë me, sepse brumin mund ta punoni edhe me makinë. Janë ato brumatricet e voglat, shtëpiake. Por unë i bëj me dorë dhe u sjell në mënyrë më të thjeshtë. Nuk ka nevojë të punohet kaq shumë. Thjesht, aq sa e punova unë është mjaftueshëm. Mua nuk e di, më kanë dhënë rezultat kështu, kështu që çfarë t'ju them. Nuk është se tregoj diçka që bëj diçka këtu ndryshe. Këto pra ne thuaj, prandaj të dua. Atë po them se. Të na thuash atë që ti bën, atë që ty të jep rezultat. Dhe ne i marrim të gatshme formulat, nuk na dështojnë, sepse e dim që i ke provuar e riprovuar ti në disa mënyra ndër vite. Prandaj bëj këtu që ti shikojnë, domethënë ja, shumë e thjeshtë, bëjmë edhe. Pastaj dhe vetë brumi është shumë i shishëm, se thamë produktet që kemi hedhur brenda tek brumi, na i kanë bërë shumë të shishme. Tre. Ja. Të bëjmë të gjitha? E të bëjmë edhe kudun një, tregojmë dhe një. Si të kemi kohën? Ne jemi në 5 minutëshin e fundit. Do të nxjerrim nga furra. Se të nxjerrim të servirim edhe gjellën, aq sa ka rritur koha. Ta shikojmë edhe si do që të jenë. Edhe njerë, ja, i bëjmë kështu puthitjet e para. Si vark. Që i mbyllim. Pastaj i kthejmë dhe i bëjmë kështu, që bëhet si boqe. Edhe pastaj i kthejmë në këtë mënyrë, i bëjmë një rrotullim kështu. Edhe u bë. Edhe u bë. Ato do vinë vetë pastaj, në moment edhe bëjmë dhe një akoma, për ato që duan ta shikojnë edhe një herë. Ja, shumë thjeshtë. Nuk ka ndonjë gjë të madhe për të bërë. Një lugë në qendër. I kapim edhe një herë të dyja anët kështu. Në këtë mënyrë. Edhe një punim si boqe. Edhe ja. Okej. Pasi keni bërë, do me thënë, ne zëmë se i përfunduam të gjitha, do t'i mbuloni përsëri me pecet guzhine, do t'i lërë në ambient të ngrohtë, që të, do me thënë, të vinë, do i shikoni mirë, do me thënë, do rritet vëllimi, goxha.
Do t'i lyeni me gjalp edhe me sheqer si bëm neve, do shkrini pak gjalp, do jedni dhe sheqerin brenda dhe do t'i lyeni. A i jep edhe shije edhe shkëlqim. Po. I bën më të mira. Dhe pastaj do t'i pjekim. Dhe pastaj do t'i pikni, tham temperatura 180 gradë dhe do t'i lëni për 25 minuta, do t'i shikoni vetë. Tani, kati merret 3 minuta kohë. Anila, mund t'i heqësh edhe t'i sistemosh e t'i vendosësh këtu në radhë. Okej, ashtu e bëj. Ti pas të tafshin qikun këtë. Bukëzat, edhe unë të merr me marmelat, dhe kati tregon deri në ç'fazë është zjerja e japrakëve me lakër turshi, që në të vërtet heqim pjatën. Janë shumë të mira. Përsa të buta janë? Edhe marrim dhe një pjatë. Okej. Do ta hapim një, ta shohim dhe nga brenda pastaj, po ja, sa t'i vendosim pak në pjatë, se janë pak të nxehta. Por që janë, aromën e kanë shumë të mirë, e dalloni kanë marmelatën brenda. Okej. Jetë të nxehta. Kati, si po të shkon? Mirë, Anila, sigurisht që donin akoma që të bëheshin, por me thënë të drejten, unë e kënaqur jam edhe për në këtë fazë që kanë haritur. Unë e di që janë të nxehta, po njërën prej tyre do doja... Au, jo, në kullon marmelata. Kati? Të vëm dhe një të sopë zamishi. Mos tentoj ta hap bese me thik, do më kulloja, po ta provoj njërën fundja. Pa e provoj njërën. Se janë shumë të nxehta, se po t'jenë të ftohta i ndani me duar, s'ka nevojë fare për thik. Ja, shikon se janë nga brenda? Janë shumë të mira. Të lumshin duart, Kati. Faleminderit e dashur. Shumë e nxehtë, po ta provoj njërën. Shumë e mirë është, shumë e mirë. Mos na bëj qefin kot tia. Unë do i kisha qef... Wow, nuk flas më. Do i kisha qef të pambushur, a? Do më thonë në brumin provova, brumin, pjesën e bukës, si mintes. Ose ka që unë si kam shumë qef të ëmblat, mund t'jetë kështu çështja personale. Pritni qik tani, ti lëm këtu se këto s'na dohen më atje, edhe ti lëm këtu, ta afrojmë edhe pjatën tjetër, edhe dolmat janë shumë të mira. Lëngu do të lidhet akoma edhe më shumë në momentin që tu jemi Anila, mirë jemi. Ashtu. Janë shumë mirë, mos i lëviz më? Ja këtu. Tu e kemi mirë të? E provoni dhe këtë lloj mënyre dhe pregatitjes së dolmave, se vërtet do t'ju kënaqeni jashtëzakonisht shumë, bëjnë shumë të mira, të shishme, ajo lakra, ajo mbushja, ato copzat e mishit që... Ani, të falenderoj pas ke bërë foton shumë bukur. Kemi të mirë regjizorin në fakt, her pas here na bën ca foto të mira. Shika, po mos e të lanin Giulio Muli, s'ka që nxjerë Ani aty. Atere, po. Ashtu. Ndjes. Konkurencë brenda stafit. Po e kemi të gjithë shumë të mirë, po këto nuk pranojnë që të fotografojnë njëri tjetrit, i shikoni juve se sa të mirë që kemi ne, këta kameramanë tanë këtu. Kjo është sekreti i punës në backstage. Do me thëmë po, është e vërtet, kur kemi një, si tu është një staf kompakt, që kemi harmoni me njëri tjetrin, edhe puna jonë del me rezultat shumë të mirë. Ju falenderoj stafin tim, falenderoj mbaruam, falenderoj dhe ambisat që Po, i falenderojmë. Atere, falenderoj si shtash në fillim fare gjithë stafin tim, që i kemi të mrekullueshëm të gjithë, jemi 9 këtu që nxjerrim këtë punë këtu para jush. Falenderojmë dhe ju të dashur miq që ndruat me ne. Ju uroj dhe shpresoj që edhe ju t'i pregatisni pse jo në familje tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur, qoftë për këto bukët mafishe, sepse mafishe bëhen vërtet dhe shumë të mira dhe të shishme, qoftë edhe për këtë gjellën, do me thënë që është e përkryer, shumë e mirë, shumë e shishme dhe pak si më ndryshe nga ato dollmat e tjera. Miru pafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe miru takoshim këtu të hënë me ide dhe recetat të reja. Miru pafshim e dashur. Miru pafshim Kati, shplodhu në fundjavë dhe takojemi të hënën për sëri bashkë. Faleminderit shumë edhe për sot. Faleminderit, kënaqësi dhe më. Tani kemi publicitetin e radhës edhe ne vijojmë në Vila 24 prap.